Me vetëm pak javë të mbetura deri në mbylljen e sezonit, java 24 shfaqet si një tjetër kthesë e fortë në një kampionat që sa vjen e bëhet më i ashpër, më nervoz dhe më dramatike në kategorinë e parë. Në këtë fazë të garës nuk ka më llogari afatgjata, çdo pikë peshon sa ari dhe çdo gabim kushton 2 fish. Gjithçka mbetet e hapur në të gjitha frontet, lufta për titull, zona play-off dhe mbi të gjitha mbijetesa në fundin e tabelës. Kuksi ndërkohë ndodhet në një betejë të drejtë për mbijetesë. Me javët që po numëron mbrapsht dhe presionin që rritet të çdo fundjavë, çdo ndeshje për Berlindor tashmë vlen sa një finale. Të dielën ata përballen me Ilirin, një sfidë që në letër duket me katë qartë, por që në realitet mbar tension dhe të papritura. Iliria renditet e pesta me 32 pikë dhe synon të konsolidojë vendin në zonën play-off përballë një kuksi të fundit në renditje. Kjo përbën një mundësi të artë për 3 pikë të plota. Forma më e qëndrueshme dhe objektivat më ambicioz e bëjnë Ilirin favorite, por kjo fazë e sezonit nuk fal asnjë lëshim në përqendrim. Ndërkohë kuksi me vetëm 15 pikë është në situatë alarmante. Statistikat nuk flasin në favor të tyre. 38 gola të pësuar, mbrojtja më e dobët e kampionatit dhe një bilans që ka lënë kundër besimin. Megjithatë, futbolli shpesh jeton nga reagimet e papritura. Skuadrat e vendosura me shpatulla pas murit kanë treguar se dinë të gjejnë forca atje ku duket se nuk ka më. Presioni mund të rëndojë, por mund të shndërrohet edhe në energji. Për Kuksin kjo është një sfidë për dinjitet, për shpresë dhe për mbijetesë. Për Ilirin është një provë pjekurie, sepse në këtë fazë të kampionatit në vlerësimi është armiku më i madh. Java e 24 premton emocione dhe tension deri në minutën e fundit. Në një kampionat ku dramatika është bërë normale, kjo përballje mund të lërë gjumë të forta në fatin e të dyja skuadrave.